Në një lagje të qetë, çdo mëngjes një grua e thjeshtë, Zylfija, dilte nga shtëpia me një shishe ujë në dorë. Askush nuk e kuptonte pse. Ajo ndalej te një qosh, ku rrinte një qen i braktisur, e derte pak ujë në një enë plastike, I hidhte pak bukë e pastaj shkonte në punë. Një ditë, qinja e saj e pyeti: "Pse lodhesh çdo ditë me një kafshë? Ai nuk është njeri." Zylfija buzëqeshi dhe tha: "Zoti e ka krijuar edhe atë. Nëse ai ka etje, ndoshta Zoti do më shikojë me mëshirë kur edhe unë të kem nevojë për të." Vitet kaluan dhe jeta e saj s'u bë më e lehtë. Punët shumë, kishin probleme shëndetësore, por nuk e la kurrë zakonin e saj. Një verë të nxehtë, ajo u somur dhe s'mund të dilte nga shtëpia për disa ditë. Kur më në fund doli e gjeti qenin të shtrirë në hije ku e kishte lënë për herë. Ishte I ngordhur. Ajo uli kokën dhe qau: "Të kam lënë pa ujë, më fal, o krijesë e Zotit." Po shpëriti me lot në faqe. Netëve të mëvonshme, Zylfija filloi të shihte një ëndër të përsëritur, një vend I ndritshëm, një fushë me gjelbërim dhe një zë që I thoshte: "Zoti të fali, sepse pate mëshirë për një shpirt që askush s'e pa." Kur ai ja tregoi imamit të lagjes, ai tha: "Pejgamberi alayhis salam ka thënë se një grua u fal për shkak se I dha ujë një qeni të etur. Mëshira që të tregon për krijesën është rrugë drejt mëshirës së Krijuesit." Që nga ajo ditë, Zylfija e kuptoi se çdo vepër, sado e vogël të duket, ka peshë të madhe te Zoti. Ajo vazhdoi t'u jepte ujë zogjve, macave dhe njerëzve që s'kishin ujë në vap. Një shishe ujë mund të shpëtojë një shpirt dhe një shpirt mund të shpëtojë ty. Mos nënvlerëso kurrë një vepër të vogël në dukje, sepse ndoshta ajo është çelësi I faljes sate.